Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ndarja e parakohshme nga jeta e Shpat Kasapit, vëllai tregon detaje se çfarë dyshohet. Këngëtari i njohur Shpat Kasapi në moshën 40 vjeçare ndërroi jetë papritur në Itali, duke lënë të pikëlluar familjen, miq dhe fansat e tij. Ai ndodhej atje së bashku me ish bashkëshorten dhe djalin 4 vjeçar, të cilët kishin shkuar për një kontroll mjekësor për të voglin. Sipas vëllait të tij, Albini Kasapi, ndihma e parë është dhënë në banesë, por mjekët nuk kanë mundur ta rikthejnë në jetë. Dyshohet se shkaku i vdekjes është arrest kardiak. Albini rrëfeu se Shpati kishte pasur disa shqetësime të lehta të zemrës, por nuk kishte pasur ndonjë problem serioz që të parashikonte një fatkeqësi të tillë. Trupi i këngëtarit aktualisht ndodhet në Itali, ndërsa pritet të kryen procedurat për transportin drejt Shqipërisë, ku familja dhe të afërmit do të mund t'i japin lamtumirën e fundit.